Bashkia e Vlorës vijon çdo ditë të përballet me një fluks të konsiderueshëm qytetarësh të cilët paraqiten për të marrë një sër shërbimesh administrative, për të kërkuar informacion, për të aplikuar për dokumente të ndryshme apo për të ndjekur procedura të lidhura me jetën e përditshme apo marrëdhënien me institucionet vendore. Në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimit dhe lehtësimit të aksesit për publikun, prej pak kohësh, Bashkia e Vlorës ka vënë në funksion një model bashkëkohor të ofrimit të shërbimeve publike përmes sporteleve me një ndalesë, One Stop Shop. Këto sportele janë vendosur në katin e parë të godinës së bashkisë në pjesën e pasme dhe janë projektuar për të ofruar një përvojë sa më efikase, të thjeshtë dhe të qartë për qytetarët. Çdo ditë, 10 qytetarë marrin shërbimin në këto sportele, të cilat janë të strukturuara për të ofruar ndihmë të menjëhershme për një gamë të gjerë nevojash. Shërbimet që ofrohen përfshin informacione të përgjithshme dhe të detajuara mbi shërbimet që ofron bashkia, asistencë teknike dhe udhëzim për përdorimin e portalit e-Albania, veçanërisht për individët që nuk kanë akses të rregullt në teknologji, dorëzim dokumentacioni për aplikime të ndryshme administrative, regjistrim dhe trajtimi i ankesave apo kërkesave që lidhen me problematikat në lagje apo komunitet, pajisje me dokumente të ndryshme si vërtetime, konfirmime, numër pasurie e të tjerë. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve që përfitojnë nga këto shërbime janë edhe shtetas të huaj, të cilët janë rezident në territorin e Bashkisë Vlorë. Ata paraqiten për të marrë numrin e adresës së banimit, për të përfituar shërbime të ndryshme që lidhen me qëndrimin e tyre në Shqipëri, apo për të kërkuar ndihmë në orientimin e tyre në sistemin administrativ lokal. Objektivi kryesor është rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve. Krijimi i sporteleve One Stop është pjesë e vizionit të Bashkisë Vlorë për të ndërtuar një administratë më transparente, më të hapur dhe më pranë qytetarit, duke centralizuar ofrimin e shërbimeve në një pikë të vetme. Synohet jo vetëm të kursehet koha e qytetarëve dhe të shmangen vonesat e panevojshme, por edhe të reduktohet burokracia dhe të forcohet besimi i publikut ndaj institucioneve vendore. Shërbimet janë të ofruara nga staf i kualifikuar dhe i trajnuar, i cili angazhohet për të trajtuar çdo kërkesë me profesionalizëm dhe etik pune. Gjithashtu, vërehet një rritje e ndjeshme në ndërgjegjësimin dhe pjesëmarrjen qytetare në proceset vendimarrëse lokale, fal këtij modeli të hapur komunikimi me komunitetin.